Presidenti i Republikës së Kosovës ka zhvilluar dje në Davos një takim me presidentin e Singaporit, Tharman Shanmugaratnam, pas takimit të tyre të parë në Singapur. Në fokus të bisedës ishin marrëdhëniet e shkëlqyera ndërshtetërore, mundësitë për thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe koordinimin në arenën ndërkombëtare. Pas liberalizimit të vizave për qytetarët me pasaporta diplomatike dhe zyrtare, presidenti Vjosa Osmani propozoi si hap të radhës liberalizimin e plotë të vizave për të gjithë qytetarët e dy vendeve, duke theksuar se kjo do të forconte më tej bashkëpunimin dhe do të afronte popujt e të dy vendeve. Po ashtu u diskutua organizimi i një forumi të përbashkët ekonomik dhe hapja e kapitujve të rinj të bashkëpunimit në fusha të shumta me interes të ndërsjellët. Pas takimit tonë të parë në Singapur, dje në Davos pata kënaqësinë të takoja sërish presidentin e Singaporit, diskutuan marrëdhëniet tona të shkëlqyera ndërshtetërore, mundësitë për intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik, si dhe koordinimin në arenën ndërkombëtare, shkruan Vjosa Osmani në Facebook.